Ti jesh farmacist, para duhet të jesh njeri. Një rekomandim për territorit dhe një për moshën e tretë. Ti je afër jetës dhe vdekjes. I aty e kontrollon e shikon. Në rrjetet sociale, rekomandimi bëhet nga njerëz jo profesionistë. Sot kemi djem dhe vajza me bark dhe me forma jo të mira. Po pritja sa të shkruaj pak mjeku, ndërkohë që duke biseduar me ChatGPT. Dy gjërave nuk mund të shpëtojmë. Plaks dhe vdekjes. Medikamentet shërojnë trupin. Shpirtin besoj e shëron dashuria. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmacisidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Nëse do më drejtoheni se çfarë është figura e farmacistit për mua, do t'ju përgjigjesha me një fjalë shumë të thjeshtë. Figura e farmacistit për mua është një figurë fisnike dhe jashtëzakonisht e mençur. Dhe sot, së bashku me mua, farmacisti kolegu im Gjergji Lushi, do të ndajmë këtë bisedë në këtë podcast për të orientuar drejt problematikave reale të farmaceutikës dhe për të dhënë një përgjigje të saktë shumë pyetjeve që pacientët në përditshmërinë tonë na i bëjnë. Mirëmbrëma Gjergji, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Kaq kohë gjatë midis diskutimesh si koleg dhe më në fund gjendemi përballë njëri tjetrit për të diskutuar për tema reale të farmaceutikës. Si është ti je farmacist? Ti jesh farmacist, e para duhet të jesh njeri. Edhe ti jesh njeri duhet të duash botën, duhet të duash njerëzit, duhet të duash dhe atë që ti bën. Duhet të duash njeriun. Unë e dua njeriun dhe kështu është ti jesh farmacist. Dhe jam gjithmonë në ndihmë të ti. Ne të dy bashkë kemi bërë një betim që do të jemi në ndihmë të njerëzimit. Dhe unë e nis ditën me një buzëqeshje, harroj çka kam të mijat dhe e mbyll e kapitulloj atë luftë në darkë, po prap me një buzëqeshje. Kjo është dita e farmacistit, betejë pastaj ngelet vetëm tek unë. Si është ti je farmacist në ditët e sotme, Gjergji? Puna e farmacistit është një betejë dhe është një punë shumë e lodhshme. Unë harroj çka kam, harroj ku jam dhe filloj punën. Aty niste lufta ime, betejë ime, e cila nis me një buzëqeshje dhe do të mbaroj në darkë, po prapë me një buzëqeshje. Betejën e kam pasur gjithmonë vetëm unë. Sa vite eksperiencë ke, Gjergji? Nuk i numëroj dot më. Si ka ndryshuar farmaceutika ndër vite, edhe si shikon tashmë një farmacist të pozicionuar në tregun farmaceutik? Unë, në mendjen time, e kam të ndarë që unë do t'i jap një shërbim të posaçëm, dhe ky shërbim është në ndihmë të njerëzimit. Unë nuk e shikoj dot si një tregti fitimprurse. Unë thjesht e shikoj si një detyrim dhe një shërbim ndaj njerëzimit. Të ka bërë të pasur farmaceutika? Sepse atë koncept na kanë krijuar pacientët tanë. Kush është farmacist, është i pasur. Ai i pasur ti, Gjergji. Nëse do të vlerësojmë në vlera monetare, unë nuk do ta sqaroj asnjëherë ashtu. Mund të bëhesh i pasur farmacist, mundesh se mund të lozësh rolin e tregtarit, por unë ta siguroj që ditë pas dite, ti do psohesh shpirtërisht, do psohesh ana emocionale gjithmonë fillon dhe bëhet më e dobët, sepse ti do apo nuk do lidhesh me pacientin. Bashkëjeton me të, me vuajtjet e tij, me historikun e tij, dhe sidomos ne që jemi farmacistave afër lagjeve dhe jo qendrave spitalore, e kemi pak më të lidhur pjesën me pacientin, jemi më afër tyre. Dhe kjo nuk e harron pasurinë nëse do të bëhesh i pasur përpara kësaj gjëje që ty të ndodh. Ndaj të njëjtin mendim edhe me ty, sepse të jesh pas banakut, të qenurit i pasur shpirtërisht dhe i mbushur në fund të ditës, kur del i vlerësuar nga fjalët e pacientët, në kurimin që ti ke dhënë, në këshillat që ti ke dhënë, apo edhe në diskutime që ti ke dhënë pacientit, është një pasuri e paçmueshme. Është një pasuri e paçmueshme të cilën nuk mund ta gjesh kudo. Dhe këtë në fakt ka dhe
puna jon, këtë pozicion ka puna jon, të cilën ne shpeshherë e bëjmë me plot dashuri. Jemi në shërbim të shëndetit të pacientit. Shpeshherë më ke thënë bashkëbisedime që ke dashur të bësh mjek. Po, ka qenë ëndra ime e cila s'u realizua kurrë. Unë e pëlqej punën e mjekut. Mjeku është, mendoj unë, ky është mendimi im që është shumë afër Zotit. Domethënë është diçka nga larg, jo diçka që është jo njerëzore, ka diçka mbi njerëzore në aty. Ti je afër jetës dhe vdekjes. Je aty, e kontrollon, e shikon. Është adrenalinë, sidomos pastaj kur ti gëzohesh për pacientin, nuk e di, për mua mjekësia do të ngelet enter. Ne përveç se ekzekutimit të recetës, shpeshherë përballemi edhe me rekomandimet të ndryshme, qofshin këto në aspektin emocional, rekomandime të cilat ndikojnë drejt për drejt në zgjidhjen e situatave të ndryshme. Gjegji si farmacist, çfarë e rekomandon përveç ekzekutimit të recetës në një pacient? Atëre, farmacia është një institucion për mua, ku aty ti do marrësh shërbimin dhe në atë shërbim duhet të kesh përgjegjësitë e tua. Një recetë është një format i krijuar, një protokoll, të cilin duhet ta ndjekim të gjithë. Por farmacisti është individi i cili di dhe diçka më tepër se sa ajo recetë, di dhe diçka më tepër se mjeku që pacienti nuk e tregon. Dhe këtu hyn në lojë dhe puna jon. Këtu mund të tregojmë medikamentet të cilat ata nuk i kanë treguar te mjeku dhe ndërkohë i marrin. Mund të dimë problematikat të cilat nuk i kanë treguar asnjëherë, por dim dhe medikamente që kanë marrë në kohë ose që marrin përveç një mjekimi të posaçëm. Këtu është dhe diferenca dhe është dhe puna jon që ne nuk mund të lejojmë që X medikament duhet të merret me X medikament, jo kundërveprojnë me njëri tjetrin, nuk duhet, dhe për këtë duhet të krijojmë edhe barierat tona. Pastaj dhe ana psikologjike, ajo që ti ke me pacientin, ajo që ti bashkëbisedimi me pacientin të bën dhe më të afërt, i jep dhe ndihmë, e bën më sensibël. Kjo se recetë tjetër. Nëse do këshilloje dhe do jepe disa këshilla, një për grup moshën e fëmijëve, grup moshën, le të themi pacientët e vegjël i quaj unë, një rekomandim për territorit dhe një për moshën e tretë. Cila do ishin ato? Për fëmijët rekomandimi im do të ishte që të ishim shumë të vëmendshëm në atë që japim, dhe përveç pyetjes për kë është moshën e fëmijës dhe gjithçka tjetër që janë protokollare, të pyesim nëse ka marrë diçka disa ditë më përpara. Sepse ndodh ndonjëherë që japim të njëjtin preparat 2 herë, 3 herë, po me disa emra tregtar të ndryshëm. Dhe unë po t'jem në pozicionin e prindërve, përpara meje jam i paditur për ato që kam marrë. Kurse për moshën e adoleshentëve dhe për pjesën tjetër, do thosha të jenë më të kujdesshëm me shëndetin e tyre. Të shkojnë në sport, të lexojnë sa më shumë libra, të ushqejnë sa më mirë dhe jo të vendosen në një karrike, në një telefon apo në një kompjuter dhe të bëjnë jetë sedentare. Për moshat e mëdha dhe ata duhet të kenë kujdeset sa më larg grumbullimeve me njerëz, sa më afër librave apo gjërave, sporteve të thjeshtë, shëtitjeve të gjata, dhe kujdesin për veten. Nëse do t'i referojmë një problematike që ne hasim më së shumti brapa Banakut, por edhe një diskutim që kemi pasur më së shumti kohët e fundit, ka qenë problematikat të individëve ose po i quaj pacientëve në moshë relativisht të ri. Çfarë ka ndikuar Gjeri? Pyetje pak e vështirë. Ajo që unë mendoj ose që do të shpjegoj është që njeriu duhet të jetojë me botën, të jetë pjesë e vazhdimësisë dhe të ruaj njerëzillekun. Mos të kalohen limitet e të qenit njeri. Nëse ne i ruajmë këto limite, është gjë shumë e mirë.
Kurse për adoleshentët, do të vija ty, veten time dhe të tërat si ne, që të investoheshim dhe të ndihmonim këtë kategori dhe për t'i mësuar ata se çfarë është një SST, se çfarë është të bëhesh print apo një shtatzani e pa dëshiruar në një moshë të re. Këto gjëra që do a komplikonin jetën më mbrapa, t'i thoshim neve pak me zë më të lartë që ata të kuptonin dhe të krijonin një ide të asaj që i pret përpara, jo asaj që ata mendojnë në këtë moment, sepse të mendosh si ne të dy sot është ndryshe dhe të mendosh si një adoleshent është totalisht ndryshe. Për sa i përket suplementimit të përditshëm që ne tashmë kemi pjesë në farmacitë tona dhe të rekomandimit të përditshëm, si ka ndryshuar qasja e vetë suplementimit dhe nga pacientët ditët e sotme? Suplementet e kam sqaruar, e rithem, një suplement apo një vitaminë si njihet në gjuhën e përditshme nuk është gjë tjetër veçse një shtesë ushqimore e asaj të cilës ne nuk kemi mundësi ta marrim me anë të ushqimeve normale dhe e marrim si suplement. Siç është për shembull një vitaminë D apo një glukozamin kondroitin apo diçka e tillë që është suplement dhe na duhet. Nutricionistët janë një pjesë e sistemit ton shëndetësor, sepse tashmë rekomandimet më të mëdha po bën edhe prej tyre. Jeta sedentare bën që dhe masa dhjamore të shtohet, sidomos vicereale. Sot kemi djem dhe vajza me bark dhe me forma jo të mira. Andaj ushtrimet, palestrat, stërvitja, ushqimet e zgjedhura dhe vitaminat e dura të dhëna nga profesionistët, të cilët janë farmacistët dhe mjekët, nutricionistët janë një pjesë e jona, sepse ata sot të orientojnë në një mënyrë të ushqyeri, por një mjek nutricionist është ai që e vlerëson më mirë. Je ashpër përgjigje? Thonë që jam shumë i ashpër. Nga rastet me pacientët të cilët ty të kanë ardhur dhe të kanë mbetur diçka specifike në mendje, cila ka qenë ajo? Për të ta zbutur pak situatën dhe për të bërë pak më emocional, mendoj. Ka disa raste, po janë rastet e dy të moshuarve që tashmë nuk janë më në jetë. Njëra kanë që një zonjë që unë e kam dashur gjithmonë shumë dhe një kancer i cili i bëri të ikte dhe kujtesa. Në një moment caktuar, gjatë duke çuar në për vizitat me mjekët e posaçëm, u ndalon makinën dhe asaj vjen memoria, u ndalon makinën para farmacisë dhe thotë ndaloni, ajo nuk njinte as fëmijët e vet, ndaloni se do të shkoj të takoj Gjergjin. Dhe ata çuditërisht ç'ne nëna po rikthehet, vjen dhe fjalët e asaj më kanë ngelur në memoria dhe sot. Kam ardhur sonte të them mirupafshim, se ne bashkë nuk takojmë më. Dhe unë nuk u takova asnjëherë më me ata. Rasti i dytë ishte një zotni i moshuar, të cilin e marrin për mjekim fëmijët në Greqi, nuk pranonte të pinte medikamentet. Dhe në një moment të caktuar i biri kishte në bab, a mund të marrim Gjergjin në telefon? Sa pse Gjergji mi ka dhënë ilaçet? Po më jep të gjithë ilaçet i pi këtu. Dhe më pas mora vesh që kishte ndruar jetë dhe më ka ardhur shumë keq. Pra, janë dy që më kanë ngelur memori, po ka shumë. Ka dhe raste shumë të bukura, pastaj pafund. Beba që vijnë të përqafojnë se janë ato lëpirëset atje të fshehura në farmaci që i duan, po është një dashuri vete. Gjatë gjithë këtij rrugëtimi që ti ke pasur në farmaceutik, ke menduar që profesionin tënd ta trashëgosh? Dhe sa je i gatshëm ti ta japësh profesionin, jo vetëm tek fëmijët e tu, por edhe tek student apo persona të cilët vinë dhe kanë dëshirën për të mësuar me Gjergjin? Atëre, unë profesionin, përveç profesorëve tanë të nderuar, hera e parë që unë e kam prekur profesionin me dorë, ka qenë përsëritë një zonjë nderuar, Diana Toma.
e cila ka qenë dhe mentorja ime e parë dhe e fundit, sepse me të nisa dhe pastaj ju drejtova farmacisë time, dhe ajo ma ka dhënë padorashka, ashtu si ajo është, siç dinte ta jepte, ashtu e kam marrë dhe unë profesionin. Prandaj dhe të gjitha ta student, të cilët mua më quajnë të ashpër, siç më the pak më parë, por di që ata kanë shkëlqyer kudo që kanë vajtur dhe do ta jap me kënaqësinë më të madhe pa kundrejt asnjë lloj pagese morale apo financiare. Thjesht e jap. Dhe le ta gëzojnë dhe inshallah unë bëhem burim mirësie për të gjithë. Për të gjithë ata që do përfitojnë nga unë dhe për ata që do përfitojnë nga ata njerëz që do i ndihmojnë. Kurse te fëmijët do ta lë të lirë. Mjekësinë duhet ta duash. Duhet ta kërkosh. Mjekësia është luftë. Mjekësia është të lexosh për ditë, mos të ndalosh dhe mos të heshtës asnjëherë. Dhe në qoftë se ti vendosesh në një karrige, edhe pse është ora 2 e mëngjesit apo është ora 2 e drekës dhe ty duhet punosh, duhet ja falësh jetën mjekësisë. Do apo s'do është një pakt që ti e bën. Unë e kam bërë këtë pakt dhe inshallah Zoti do më lejoj ta vazhdoj këtë pakt. Meqense përmendë Zotin, di që je gjatë muajit të Ramazanit dhe i agjërueshëm. Cila është dobia perfekte apo dobia shkencore të mbajtjes së Ramazanit për trupin e njeriut? Atëre, benefitet janë këto. E para bëhet autofagi. Autofagia bën të mundur rindërtimin e qelizës, pjesëve të dëmtuara të qelizës dhe rindërtimin. Duke rindërtuar do të thotë që e riorganizon dhe vetë organizmin. Kemi përmirësimin e ADL-s dhe LDL-s, pra të kolesterolit. Kemi rregullimin e insulinës dhe glicemisë. Tek pacientët e diabetit tipi 2, sidomos. Kemi uljen e toksicitetit, uljet e toksinave dhe pastrimin e organizmit nga toksinat. Përdorimin e yndyrës në energji, do të thotë fillojmë dhe rrëzojmë dhe peshë 1 deri në 3 kg gjatë Ramazanit, gjithmonë duke mbajtur edhe një dietë përkatëse. Plus pastaj kemi të gjitha janë përfitime të cilat ndikojnë drejt për drejt tek shëndeti i njerëzve. Kam parë ndërprerjen e medikamenteve gjatë Ramazanit, pra gjatë mbajtjes së Ramazanit. Është kjo një mënyrë e dur për pacientët? Atëherë për pacientët e mi, duke qenë të vet praktikanti agjërimit, pacientët e mi sugjerojnë në iftar dhe në syfyr të marrin, sidomos ata që janë me probleme të presionit arterial, u them dhe ta masin tensionin, dhe persona diabetik u them të masin diabetin gjatë kohës që ata janë agjërueshëm, sepse ka dhe feja është dashuri, ka dhe edhe lejesa të caktuara të cilët i ndihmojnë. Kështu që për mua nuk përbën problem, po personat që janë të sëmur, atëherë nuk është detyrim. Do të qëndroja një vendimi të cilit shpeshherë e has si problematik me pacientët e mi, ku kam diskutuar dhe ku kam mbajtur të njëjtën fjalë. Nuk duhet të ndërpritet një mjekim sipas mendjes apo kohës që ti ke. Unë jam gjithë kohës me planifikimin apo dhe me marrjen në momentet dhe kohën e duhur. Është ajo që ti the pak më përpara, pra përshtatja. Pra dhe në këtë aspekt ne duhet të kemi disa rekomandime, sepse në farmacitë tona përballemi shpeshherë me pacientët të cilët duan informacion të detajuar dhe për shkak të mungesës të këtij informacioni kemi edhe ndërprerje të mjekimit. Me sa unë kam dije, lejohet matja e diabetit, lejohet bërja e ndonjë preparati siç mund të jetë prednizoloni në rastet e alergjive, një furasemidi në momentet që kemi intension të lartë, edhe pse janë agjërueshëm, edhe pse i injektojnë, kjo nuk u aprish agjërimin. Agjërimin e prish diçka që kalon përmjet gojës dhe traktit. Për sa i përket suplementimit, në rrjetet sociale, në çdo vend që shikon shitje, rekomandimi bëhet nga njerëz jo profesionist. Sa të ndikon kjo lloj problematike ty si profesionist, Gjergji? Unë gjithmonë e them dhe loboj medikamentet, apo sidomos si medikamentet, si suplementet, duhet orientohen nga profesionistët. Një suplement apo një medikament duhet ta japi një mjek
ose një farmacist. Sepse ne dim dozat, kur një dozë është për një përdorim të përditshëm si suplement shtesë dhe kur një dozë mund të jetë dhe toksike. Kjo është gjithmonë në diturinë e një farmacisti apo diturinë e një mjeku. Nuk mund të jetë në diturinë e dikujt tjetër. Nuk mund të veshësh një përparse marrësi dhe të thuash që unë jam farmacist apo mjek. Këtë mund ta bëj vetëm një aktor në një film, sepse do lozi rolin. Kurse në përditshmëri duhet jemi ne të dy ose një mjek i cili t'i japi dhe verdiktin se si ky medikament duhet të përdoret, kur duhet të përdoret dhe kush duhet ta përdori. Nuk mund të dali një vajzë apo një djalë apo një zonjë dhe të thotë pijeni se unë them që ky është shumë i mirë dhe ka këto benefite. Sepse shumë kush mund t'i lexojë këto benefite, mund t'i zgjedhë, mund të ketë nëpër internet, nëpër rrjetet sociale, të cilat i kontrollon dhe merr një informacion. Por për dozat e caktuara jemi unë, ti dhe shokët tanë, askush tjetër. Do të referoja një rast që më ka ndodhur jo më larg se sot. Në një telefonat më merr dikush, një zonjë, e cila më thot përshëndetje, i jap përshëndetjet e mia dhe më thot jam nga filan kompani. Urdhroj them. Më fillon dhe më shpjegon në lidhje me një lloj suplementi, të cilin nëse unë futesha në bashkësinë e tyre dhe nëse unë do ta provoja këtë vetë si suplement dhe do ta rekomandoja këtë suplement tek pjesëtarët e mi të familjes apo dhe individë të tjerë të cilët unë njihja, mund të bësh edhe përfitues i aspektit monetar. Pra, ka arritur deri në këtë fazë ku shëndeti shikohet vetëm si marketing, jo vetëm si diçka e cila ka të bëjë drejt për drejt me jetën tonë. Është një problematikë të cilën ne të gjithë si farmacist, si mjek, si profesionist të kujdesit shëndetësor duhet të ngrem zërin. Duhet të ngrem zërin që të shmangen problematikat e shëndetit të njerëzve. Jam shumë dakord. Prandaj e thash edhe pak më përpara, nëse një vitamin D3K është asgjë, është vitamin D dhe vitamin K. Çfarë bëjnë? Shumë thjesht lexohet. Vitamina D vendoset në kocka më mirë, shkurtë, po e them në mënyrë brutale, në kocka më mirë nëse kemi vitaminën K. Jo, vitamina K e çon kalciumin në kocka dhe nuk e vendos atë në vazat e gjakut, venat e gjakut. Por, nëse kemi përdorim të një pacienti të varfarinës, atëherë flasim. Duhet apo s'duhet? Dhe këtë nuk e ndan dot blogeri, që s'është profesionist, se mund të jesh bloger në një pjesë tënde dhe atë është tjetër gjë, ama ti këtu nuk i jep dot zgjidhje, nuk e ndihmon pacientin. Se për ne të dy vitamina K, çfarë bën tjetër? Koagulon. Zgjedhjes që mund të bëj pacienti dhe për shkak të ndërveprimeve që mund të ketë një suplement me medikamentet që ai përdor në përditshmëri dhe këto efekte ansore apo këto kundërindikime nuk ja thot dot një person i cili nuk është adekuat i informuar në aspektin profesional. Ne prandaj shkojmë përtej shkollës dhe prandaj studiojmë akoma edhe kësaj dite në mënyrë që çfarë do lloj inovacioni që vjen në përditshmërinë tek farmacitët tona ta përcjellim atë tek pacientët, për shëndetin e pacientëve. Farmacisti është një profesionist i kujdesit shëndetësor i cili bën të mundur kujdesin dhe frenimin e të gjitha efekteve apo pasojave që mund të ketë pas një mjekim i gabuar, një dozë e gabuar, apo edhe një rekomandim i përditshmërisë për të pasur një mirëqenie më të mirë, një shëndet më të mirë dhe për të qenë vital. Fundet. Absolutisht, është e vërtetë kjo që thuaj, por jetojmë në kohë moderne. Dhe njerëzit mendojnë kështu ose dikush mendon se mund përfitojë kështu. Them se do të jetë një kohë shumë e afërt momenti që kjo do stopohet. Sepse dhe vetë njerëzit kanë filluar të ndërgjegjësohen.
edhe pse un kam pacientë edhe pse shkojnë jashtë shtetit blen, vinë tek unë thonë, mund ta sqarosh nëse mund t'i përdorim apo jo. Dhe si e bëj detyrën time pa asnjë hezitim, i ndihmoj dhe i sqaroj. Pastaj, kjo pjesa tjetër e njerëzve të cilët nuk janë pjesë e përfaqësuesve shëndetësor dhe japin këshilla, ata le të përgjigjen vetë në një moment të dytë se nuk di të jap një zgjidhje, sepse nuk i frenojmë dot. Ne nuk mund të frenojmë dot njëri, por mendoj që ngritja e zërit do të jetë adekuate për të arritur një qëllim të caktuar që çdo pacient të drejtohet drejt profesionistit dhe jo të gënjehet nga reklama të ndryshme të cilat famën dhe efektin ai pas kërkan goxha të madh. Por realisht çfarë i ndodh trupit njeriu? Atëherë nuk mund të dobësohesh pse ke marrë një shishe që ta ka dhënë X person dhe këtu brenda ka ca gjëra dhe ti do dobësohesh. Jo. Ne duhet të zgjedhim problemin pse kemi kaluar nga një trup elegant në një trup më të shëndosh se ç'duhet. Mund të kemi një policist ovarial, mund të kemi një tiroide që nuk funksionon siç duhet, mund të kemi një neuroz e cila të bën tash në mënyrë të pavullnetshme. Duhet të zgjidhim këtë aspekt. Në moment që kemi zgjidhur këtë aspekt, do t'i referohemi personave përgjegjës, të cilët dinë na drejtojnë. Nëse është tiroidja jon, do shkojmë te mjeku endokrinolog, do të marrim këshillat, udhëzimet, do të shkojmë në farmaci, do zbatojmë recetën, do të marrim dhe aty këshillat dhe pastaj do të vazhdojmë ditën tonë. Nëse ne duam të bëjmë detoksin, dim ne të dy se si mund ta kombinojmë dhe çfarë do t'i japim një pacienti dhe për sa kohë duhet ta marrë këtë detoks. Nëse do të kërkojmë një dietë për të dobësuar, duhet të flasim me një mjek nutricionist i cili do na pyesi për ditën tonë, jetën tonë, sa kalori marrim dhe sa do harxojmë. Kto nuk na i bën as çati. Kto nuk na i bën as një person që ka lexuar diçka diku. Kto e bëjnë vetëm profesionistët. Dhe njerëzit ditë pas dite do të fillojnë do ndërgjegjësojnë vetë, sepse e kuptojnë që një shishe e bler diku nuk na solli asgjë se na arzoi ekonomikisht. Një këshillë e marr tek një person jo i dur, s'na çojë në asnjë vend, të gjithë rrugët të çojnë në një pikë. Tek profesionisti. Përmende marrëdhënien që kanë pacientët tashmë me ChatGPT apo me inteligjencën artificiale në përgjithësi. Sa të rrezikuar e shikon profesionin ton si farmacist në të ardhmen? As pak. ChatGPT-ja është një program i krijuar nga një njeri. Do të thotë, disa njerëz të një profili të caktuar kanë dhënë të dhëna për atë profil. Disa njerëz të tjerë të një profili të caktuar kanë dhënë përsëri dijet e atij profili, por sa do të japi një program kompjuterik, ai thjesht është i krijuar nga unë ose nga ti. Dhe sa do të dhëna ti kemi dhënë neve, nuk mund të zbrazim mendjen tonë brenda një kompjuteri. Kështu që gjithçka do të gjelet gjithmonë diçka shtesë nga unë ose nga ti ose nga një profesionist tjetër. Kështu që për mua nuk jam i zvendësueshëm, jam i zvendësueshëm nga një koleg si ty apo dikush tjetër, po jo nga çati. Në aspektet emocionale do ta quaja edhe kam quajtur të tillë si të pazvendësueshëm profesionistin, sepse leximin e një diagnoze apo leximin e një analize të mirëfillt mund ta bëj shumë thjesht çati apo një program i caktuar. Por qetësimin kundrejt pacientit, orientimin e duhur, sepse ne jemi njerëz të gjallë dhe ne jemi emocional përballë njëri tjetrit. Dhe orientimin dhe të gjitha përballjet që ne mund të kemi me njëri tjetrin, do ta ketë shumë të vështirë inteligjenca artificiale. Absolutisht po. Më kujtohet një shprehje shumë e bukur, nëse ke një hall, tregoja dikujt, sepse halli zvoglohet, ai nuk zvoglohet, por duke treguar merr një mendim të dytë dhe qartësohet, duke treguar dhe diku tjetër, të duket sikur e shpërndan, ai ngelet po joti, po problemi jot, po ti do përballesh, ama kur e ndan, merr disa informacione të cilat nuk i ke ditur dhe të duket dhe më e lehtë. Kështu që çati është një diçka shablon
ose duhet të gjesh pyetjen, duhet ta formulosh pyetjen në mënyrë të tillë që të marrësh një përgjigje koncize. Nëse unë do të pyesja ChatGPT-n për një X problem, unë di ta pyes, por nëse një individ nga jashtë e pyet, do ta pyesi çfarë është vitamina D. Vitamina D është një hormon. Po ç'është kjo? Pse hormone po marrë? Por ne të dy është dhe hormon, s'është dhe hormon. Në doza të caktuara bëhet toksike, po në doza të caktuara është mirëmbajtje. E shikoj në marrëdhënie me pacientët shpeshherë që shiko, më ka dhënë mjeku X preparat ose X bar, i cili ndoshta në principin kimik nuk ekziston fare në Shqipëri. Dhe pasi i them që shiko, ky princip kimik nuk ekziston në Shqipëri. Po pritja sa ti shkruaj pak mjeku, ndërkohë që është duke biseduar me ChatGPT-n. Po çfarë ka këtu thot? I them unë për X zgjidhje, le të themi për qetësimin e dhimbjeve apo uljen e temperaturës, është paracetamoli. Okej, thot, e shkruan paracetamoli. Okej, ma i paracetamolin. Pra, është krijuar një ide e tillë, e cila ne dashje pa dashje jemi të gjithë përfshirë në këtë situatë. Por mi mbeten prapë mendimit që anën emocionale dhe figurën e farmacistit nuk mund ta zvendësoj dot aq kollaj, sidomos në vendin tonë që jemi të lidhur shumë midis njerëzve dhe midis pacientëve. Absolutisht po. Tek ajo që ju thatë pak më përpara, ja sa të pyes mjekun, në këto momente unë kam praktik time që i them, më sillni një recetë ju lutem. Nëse nuk më sillni një recetë, atëherë asgjë nuk shërbehet. Aludohet se shumë nga medikamentet të regjistruara në Shqipëri nuk kanë një efikasitet duhur sipas një pacienti apo sipas shumë pacientëve dhe orientohen drejt për drejt për të bler ato në shtetet fqinje. Për sa i përket efikasitetit, si e koncepton legjendën urbane, sepse unë e quaj legjendë urbane këtë, të veprimit të medikamenteve dhe efektshmërisë të tyre? Është ashtu siç e the ti, është një legjendë urbane. Dera e farmacisë time është një derë në cilën unë trokas vetë. Në atë derë do trokasin e pacientët e mi. Medikamentet janë si në botën jashtë, ashtu edhe tek neve. Ne jemi pjesë e botës jashtë, kështu që vërtetësinë pastaj, ata që aludojnë dhe t'i drejtohen qendrës kontrollit barnave të bëjnë analiza dhe të shikojnë që janë medikamentet sakta. Pjesën pastaj të prallave dhe të flasin, ato janë pralla dhe të ngelen të tregojnë natën me hën. Unë them këtë shpeshherë sepse gjëja e parë është ajo që ti sapo the. Në momentin që ne kemi një problematik të caktuar me shëndetin, ne i drejtohemi drejt për drejt Zotri, nëse ju nuk i drejtoheni një profesionisti i cili ju përshkruan një recetë, nëse nuk e mbani protokollin duke marrë mjekimin tuaj për ditët e caktuara, nuk merret antibiotik një ditë, 2 apo 3. Antibiotik, protokollet botërore kanë 5, 7 dhe 10 ditë. Nëse ju nuk merrni 10 ditë mjekimin, nuk keni as shërimin. Nëse ju pretendoni me një kokër vitamin D të kaloni në suficit dhe t'jeni apo me një kokër energjizant ku të ndjeni drejt për drejt që morët energji pse pit një kompleks vitaminash, kjo nuk është e vërtet. Nuk mund të bëjmë mrekulli. Ne japim protokolle, zbatojmë protokolle të cilët janë në ndihmë të njerëzimit, në ndihmë të pacientit. Dhe nëse nuk ndjekim këto protokolle dhe nuk marrim mjekimet ashtu siç na referohet na personat e dur, atëherë mos prit mrekullin, mund të shkosh ti blesh Francë, Gjermani, Amerikë, ku të duash, por medikamentet janë po ato. Paracetamoli është po paracetamol, ibuprofeni është po ibuprofen, një antibiotik është po një antibiotik, nuk bën diferenca. Pra, gabimi, le të themi, nëse do ta quajmë të tillë, qëndron tek zbatimi i protokollit. Gabimi qëndron te protokolli dhe te vetë mjekimi. Vetë mjekimi është i gabuar. E kam thënë dhe shpeshherë në studio televizive që kam qenë i ftuar, vjen shpeshherë një pacient dhe thotë ka përdorur komshia këtë medikament, ka përdorur mamaja ime këtë medikament dhe i ka bërë mirë dhe dua ta marr dhe unë. Pa çka se nuk mund të ketë as pak një nga simptomat apo diagnozat për të kuruar me një medikament, një suplement
apo dhe një dermokozmetik të caktuar të cilën ne në përditshmëri hasemi. Atëre, nëse kemi një osteoporoz, edhe pse morëm glukozamin jashtë, apo pse morëm glukozamin këtu në Shqipëri, ne thjesht po e ndihmojmë të mirëmbahet, nuk mund ta shërojmë. Nëse marrim një produkt e kemi bler jashtë shtetit, dermokozmetik, dhe dikujt i ka bërë shumë mirë, ne të dy e dimë shumë mirë. Duhet të dimë tipologjinë e lëkurës, duhet të dimë se si ai lëkurë reagon, duhet të dimë moshën dhe çdo gjë e cila quhet anamnezë. Duhet të marrim një anamnezë pa të marrim një produkt. Nëse nuk marrim një anamnezë, nuk marrim dot një produkt. Prap jemi në vetë mjekim. Vetë mjekimi vazhdon përsëri të jetë i gabuar. Për të dhënë një mesazh përfundimtar, cili do ishte ai? Dy gjërave nuk mund të shpëtojmë: plakjes dhe vdekjes. Medikamentet shërojnë trupin. Shpirtin, besoj e shëron dashuria. Ajo që do thoshja unë është ta duam sa më shumë njëri tjetrin, të drejtohemi profesionistëve për pjesën e shëndetit, miqve për të qenë sa më afër tyre dhe për të jetuar aq sa na është lejuar. Gjergji, të falenderoj që ishe me mua ditën e sotme. Faleminderit juve dhe kënaqësi për mua. Ky ishte episodi i Pa Recet dhe shihemi në episodin tjetër. Faleminderit.